nëse e publikon në këto rrjetet sociale, këtë do ta informoj me këte. Elam kanë nostalgji, ata që kanë luftuar, se ka qenë pjesë e asaj betejë dhe kanë mundësinë ose dëshirën që të vinë prapë, sepse si thuhet në kriminalistikë, të edhe në drejtën penale, thuhet vendi i krimit e tërheq gjithmonë atë që mund ta kenë edhe nostalgjinë e ardhjes atje, mirë po nga Beogradi 3 persona të vinë dhe të vizitojnë postën kufitare të Kosharës. Unë mendoj se nuk është thjesht dhe vetëm çështje as e nostalgjisë, se s'ka kurrë nostalgjie lufta dhe sakrifica që është bërë atje, dhe s'mund të jetë as çështje e turizmit as apo shëtitjes për çef. Unë tani e shoh më shumë në prizmin e preokupimit Serbisë që këtë pjesë ta nxjerrë nga tabori një lufte drejt, një lufte frontale, profesionale, dhe në cilën kanë mësuar humbri, kanë mësuar debakën. Krahas aty në shumësit të video inqizimeve, filma që kanë bërë, duke u mundu të arsyetojnë atë humbje, dhe duke u munduar ta bëjnë një si betejën e Kosovës, një fitore, një humbje që po përpiqen ta kthejnë fitore, se ta interpretojnë si aq sakrificë sublime përballë kujt, nëse keni pa filmin Ferri Kosharës, ata thonë se në sulmin e parë kanë qenë dikon 3.000 deri 4.000 terroristë, deri në fund kanë qenë 7.000 terroristë, që unë mendoj krejt Ushekeja ka qenë 7.000 krejt Kosovë, lere mon Koshare, po kjo ka qenë të merri që kanë përjetuar nga i sulm, dhe tani po mundohen atë ta trajtojnë nga prizme të ndryshme për arsyetim vetvetes, por çfarë është edhe rëndësishme në bisedimet e Vučićit në Bashkimin Evropian gjatë dialogut, ai ka pretenduar se në Koshare ka pas hapje varësh godalion, dhe i referohet një varë